Kosova tash në vetëm po pret me konstitu legjislaturën e 9, pra ka një përvojë, mund të themi lirisht që është një përvojë shumë e mirë. Dhe deri më tani përjashtu 2014-ën që kishte këtë problem me konstituim për shkak të blokadave që kishin ndodhur atëherë, edhe vazhdimin tutje të zgjedhjes së qeverisë, më tutje nuk e kishte këtë. Unë besoj që asnjëherë nuk do të kemi një situatë të tillë, kushtruta është e qartë në këtë aspekt. Nga momenti i certifikimit janë 30 ditë, është shpreha përdoret brenda 30 dite, ftohet seanca ose thirret, konvokohet seanca konstituive. Seanca konstituive nënkupton që deputet u verifikohet mandati, japin betimin dhe zgjedhin kryesin dhe kryetarin. Me këtë përmbyllet procesi i konstituimit. Pra, fati është nga momenti që kemi certifikim zyrtar nga KQZ-ja, ku nuk ka asnjë instancë apelimi, është rezultati i konfirmuar. Fillon në rrjet 30 ditë, brenda 30 ditë është rregulli kështu. Po nuk kemi, por situata është çka nëse ndodh brenda kësaj kohe. Kushtetut nuk kemi ndonjë afat. Por ne duke pas për bazë tash edhe pjekurinë edhe të VV-s në këtë rast që është e para prap, nuk është fituesi, por është i pari që ka dalë me rezultat, është parti institucionale, po bën afër 5 vite që po udhëheq me qeverinë, presim që të ketë përgjegjësi tek PDK-ja, tek Ajo lihet vetëm në vullnet partive, pra profesor, apo është çështje ndërmuar, sepse kjo dilema me kushtetutën tani që çfarë ndodh pas, kjo është problem. Nuk ka dilema me kushtetutën, kushtetuta është shumë e qartë, brenda 30 ditë nga certifikimi i rezultateve. Pra ne po flasim për një gjendje normale, ende se kemi pa atë gjendje. Presim certifikimin, pastaj të shohim sjelljen e duhur të partive politike dhe zyrtarëve të lartë të tyre. Por kjo nuk do duhet me ndodh, edhe nuk pres që mund të ndodhë se s'është interes i partive politike, po flasim për një demokraci, nuk po flasim për anarki. Demokraci do të thotë politik dhe ligj, jo anarki. Pra në anarki është e mundur gjithçka. Në demokraci është e mundur të bësh politik, por ke edhe një ligj. Pra i ke dy anë dhe formalizoj me për kufizimin demokraci. Tash, edhe VV-ja e ka përvojën, deri më tani e kishte opozitare, edhe e dim opozitën çfarë ka bërë, por tani e ka institucionale. Së paku këto 5 vitet e fundit. Pra presim që të kemë një sjellje tamam brenda normativit, brenda rregullit dhe brenda asaj që është aspekt kushtetues institucional, se po flasim për konstituimin e kuvendit. Konstituimi i kuvendit nuk është vetëm i njërës parti, është i të gjitha partive që kanë fitu mandate. Pra tash i kemi 4 parti, i kemi komunitetet, edhe rrumbullaksojmë përfaqësimin e vullnetit politik në parlament. Zone Rusta, a ekziston kjo pjekuri politike në Kosovë? Pikpamjen tuaj? E kemi pas që jo, mirë po për me zgjënu nështë ta ma shumë për qyshon e na jem të e pa në fakt këtë situatë, për fatë mirë, na jena Republikë parlamentare apo,